Rezidenca u zgjua në heshtje, me rutinën e saj të ftohtë e të parashikueshme që fshete plag mosbesimi dhe vetmie. Por atë të martë, një grua e thjesht kaloi portën me fëmijët dhe një kërkesë që mezi mund ta shqiptonte. Ata vetëm kanë nevojë për një qoshe për soll. Ndërsa shtëpia mbushej me të qeshura të ndrojtura dhe sy kureshtar, pronari përgatiste fshehurazi provën më të pamëshirshme që kishte menduar ndonjëherë. Ajo që ai pa i fshehur do të sfidonte gjithçka në të cilën besonte, dhe ndoshta do të thyente një mur që prej vitesh duke i pakalueshëm. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, Artan Basha u zgjua atë të martë si çdo ditë tjetër të 3 viteve të fundit, i vetëm në një krevat king size, që më shumë i ngjante një territori të zbrazët sesa një vendi pushimi. Ora e alarmit ra saktësisht në 5:45 të mëngjesit dhe ai e fiku alarmin me një lëvizje automatike, pothuajse robotike. Vila në blok, në Tiranë, ishte e heshtur si gjithmonë. Një heshtje që nuk ishte paqe, por mungesë. Mungesë zërash, të qeshurash, jete që pulsonte nëpër korridoret me mermer italian që ai krenoi aq shumë që i kishte importuar direkt nga Carrara. Ai u ngrit, veshi robdishanin e mëndafshit që kushtonte më shumë se sa fitonin shumë njerëz në një muaj dhe eci drejt dritares së dhomës kryesore të gjumit. Nga aty lart, në katin e tretë të vilës, mund të shihte një pjesë të madhe të lagjes ku adresat kishin më shumë prestigj se kod postar. Bloku ishte sinonim i suksesit, i atij që ja kishte dalë, i atij që kishte fituar. Dhe Artani kishte fituar, të paktën kështu i thoshte vetes çdo mëngjes duke vëzhguar atë pamje të privilegjuar. Në moshën 42 vjeçare, ishte pronari një prej shpërndarësve më të mëdhenj të pajisjeve spitalore në vend. Kompania e tij kishte filiale në 6 qytete, kontrata me spitalet kryesore private dhe madje furnizonte edhe sistemin publik përmes tenderëve milioner. Në letër, Artani ishte gjithçka që një burr mund të dëshironte të ishte. Por gjithçka kishte një çmim dhe Artani e kishte paguar shtrenjtë. Divorci me Valbonën kishte qenë një fushbetejë e vërtet gjyqësore që zgjati gati 2 vjet. Ajo donte gjysmën e gjithçkaje, duke pretenduar se kishte hequr dorë nga karriera e saj si arkitekte për të kujdesur për shtëpinë dhe për të mbështetur bizneset e tij. Artani, nga ana tjetër, ishte i sigurt se ajo kur nuk e kishte dashur vërtet, se që në fillim interesi ishte tjetër. Sherret filluan në mënyrë delikate, me kërkesa të vogla dhe komente se sa shumë punonte ai, se si ishte gjithmonë larg, duke i dhënë përparësi gjithmonë takimeve dhe udhëtimeve. Më pas, diskutimet u përshkallëzuan. Valbona filloi të vinte në dyshim çdo vendim të tij, çdo investim, çdo zgjedhje. Kur zbuloi se ajo kishte një lidhje me trajnerin personal të palestrës së kompleksit, Artani ndjeu më pak dhimbje për zemrën e thyrë dhe më shumë zemërim që ishte mashtruar për kaq shumë kohë. Procesi i divorcit zbuloi një anë të Valbonës që ai kur nuk e kishte parë, ose ndoshta kur nuk kishte dashur ta shihte. Ajo punsoi një nga avokatët më agresiv të Tiranës, një specialist në shpërbërjen e pasurive të tjerëve. Çdo seancë ishte një poshtërim publik, çdo pretendim një përpjekje për të shkatëruar reputacionin që Artani kishte ndërtuar me vite. Në fund, ajo mori një apartament në komunën e Parisit, 2 makina dhe një pension mujor që do ta bënte çdo punëtor të zakonshëm të qante nga zilia. Por më e keqja nuk ishin paratë që dolën nga llogaria e tij. Më e keqja ishte përfundimi në të cilin Artani arriti pasi gjithçka mbaroi. Njerëzit nuk janë të besueshëm. Të gjithë kanë një çmim. Të gjithë kanë interesa të fshehura. Dhe kush ka para duhet të jetë gjithmonë vigjilent, gjithmonë dyshues, gjithmonë duke testuar besnikërinë e të tjerëve para se të jetë tepër vonë. Që atëherë, Artani ndërtoi mure rreth vetes. Mure të padukshme, por po aq të forta sa muret e betonit të vilës. Punonisit e tij punsoheshin përmes agjencive të specializuara që bënin kontrolle rigoroze të së kaluarës. Miqt e tij, ai nuk kishte më miq. Kishte ortak, kishte kontakte biznesi, kishte të njohur nga klubi i golfit të dielave. Por askush nuk i afrohej vërtet. Askush nuk hynte në zonën e ndaluar ku banonin mendimet e tij të vërteta, dyshimet e tij, dobësitë e tij. Artani mësoi se besimi është një luks që burrat e pasur nuk mund t'ia lejojnë vetes. Ndërsa bënte dush në dushin që kishte 8 lloje të ndryshme currilash dhe kushtoi një pasuri të vogël, ai mendoi se sa e parashikueshme ishte bërë jeta e tij.
Të zgjoj herët, të rishikonte emailet ende në banjë, të pinte kafen vetëm duke lexuar raporte financiare, të shkonte në zyrë ku do të kalonte 12 orët e ardhshme duke e bërë perandorin të rritej pak më shumë. Më pas, të kthehej në vilën e zbrazët, të hante diçka që kuzhinierja e linte gati në frigorifer, të shikonte ndonjë dokumentar për biznesin ose ekonominë dhe të flinte. Të nesërmen, gjithçka përsëritej. Fundjavat ishin thjesht ditë kur ai punonte nga shtëpia me pantallona të shkurtra në vend të kostumin. Kjo ishte jeta e Artan Bashës, biznesmen i suksesshëm, milioner, i respektuar, i vetmuar. Por kishte një person që në një farë mënyre e thyente pak monotoninë e asaj ekzistence të automatizuar. Jona Leka punonte në vil prej gati një viti e gjysmë. Ajo ishte rekomanduar nga e njëjta agjenci që siguronte të gjithë ekipin e mirëmbajtjes dhe pastrimit të pronave të Artanit. Agjencia garantoi se ajo kishte referenca të patëmeta, histori të pastër, përpikmëri shembullore. Dhe deri në atë moment, Jona kur nuk i kishte dhënë arsye Artanit të dyshonte në këto kredenciale. Ajo arrinte gjithmonë në orën 7 të mëngjesit saktësisht, nga e hëna në të premte. Përshëndeste me edukat, një mirëmëngjes të respektueshëm por jo ndërhyrës. Bënte punën e saj me efikasitet të heshtur, kujdesej për shtëpinë sikur të ishte e saja, por pa e kaluar kur vijën e padukshme që ndante punonjësen nga pronari. Artani dinte pak për jetën personale të Jonës. Dinte se ajo jetonte në kombinat dhe se i duheshin gati 2 orë me transport publik për të arritur në blok çdo mëngjes. Dinte se ishte e ndar, ose e ve, ai kur nuk e pyeti saktësisht dhe ajo kur nuk ofroi detaje. Dinte se kishte fëmijë, sepse njëherë ajo kërkoi të dilte më herët për të marrë njërin prej tyre nga shkolla për shkak të temperaturës. Artani e autorizoi, i zbriti orët nga paga sipas kontratës dhe jeta vazhdoi. Ai nuk ishte mizor, thjesht i drejtë. E paguante rrogën në kohë, respektonte të drejtat e punës, kur nuk e mbingarkoi me detyra absurde. Në këmbim, priste profesionalizëm dhe diskrecion. Ishte një marrëdhënie e pastër, pa komplikime, pa përfshirje emocionale të panevojshme. Atë mëngjes, kur zbriti për të pirë kafe, Artani e gjeti Jonën tashmë duke punuar në pastrimin e sallonit kryesor. Ajo vishte uniformën e thjeshtë që ai kërkonte, flokët të lidhur në një bisht kali praktik, fytyrë pa grim, shprehje e përqendruar në detyrë. Ai e vëzhgoi për një moment, i fshehur pas derës së kuzhinës, vetëm për të konfirmuar se ajo vërtet bënte gjithçka siç duhet kur mendonte se ishte vetëm. Ishte një zakon që ai e kishte zhvilluar me kalimin e kohës, ky i vëzhgimit të njerëzve kur ata nuk e dinë se po vëzhgohen. Janë në këto momente që natyra e vërtet zbulohet, Artani e besonte këtë me bindje. Jona kaloi leckën me delikatesë mbi skulpturën prej bronzi që kushtoi 15.000 euro në ankandin e fundit të artit që Artani frekuentoi. Ajo nuk e dinte vlerën e saj, ndoshta mendonte se ishte thjesht një pjesë dekorative çfarëdo, por e trajtonte me kujdes gjithsesi. Këtë Artani e vinte re. Ajo kur nuk kishte thyer asgjë, kur nuk kishte derdhur produkte pastrimi mbi mobiljet e shtrenjta, kur nuk e kishte gërvishtur dyshemen prej druri fisnik. Ose ishte shumë kompetente, ose kishte shumë frikë se do të pushohej nga puna. Artani preferonte të besonte në opsionin e dytë. Frika ishte një motivues më i besueshëm se kompetenca. Ai më në fund hyri në kuzhinë, duke u shtirur sikur sapo kishte zbritur, dhe Jona menjëherë u shfaq në derë. Mirëmëngjes, zoti Artan, tha ajo, duke përdorur trajtimin formal që ai kur nuk e kërkoi, por që ajo këmbëngulte ta mbante. Mirëmëngjes, u përgjigj ai, thatë, duke hapur frigoriferin për të marrë lëngun e portokallit që kuzhinierja e linte gjithmonë gati në një kançelçi. Kafja është në tavolinë, zotëri. E kam përgatitur siç ju pëlqen. Artani pohoi me kokë pa e shikuar dhe u drejtua drejt tavolinës së verandës ku pinte kafe çdo mëngjes. Jona u kthye në sallon duke respektuar hapësirën e tij. Ishte gjithmonë kështu. Ajo e dinte saktësisht kur të afrohej dhe kur të largohej. E njihte rutinën e tij më mirë se çdo sekretare në zyrë. Kjo gjithashtu e bënte Artanin paksa të parehatshëm. Nuk i pëlqente që njerëzit ta njihnin shumë mirë. Njohuria ishte fuqi dhe ai preferonte ta mbante të gjithë fuqinë në anën e tij të peshores. Ndërsa pinte kafe dhe kontrollonte emailet në tablet, Artani mendoi se sa e çuditshme do të ishte nëse një ditë Jona thjesht nuk do të shfaqej më. Shtëpia do të binte në kaos shpejt. Ai varej nga ajo rutinë, nga ajo strukturë që ajo ndihmonte ta mbante.
por varësia ishte një fjalë që Artani e urrente. Ai nuk varej nga askush. Ai paguante për një shërbim dhe shërbimi kryhej. Nëse Jona do të mungonte, ai do t'i telefononte agjencisë dhe do të kërkonte një zëvendësuese. Kaq e thjesht. Gjithçka në jetën e Artanit mund të zgjidhej me para dhe kontrata të hartuara mirë. Dita ndoqi rrjedhën e saj normale. Artani doli për në zyrë në 8:30, do të kthehej vetëm në fund të pasdites. Jona do të vazhdonte të kujdesej për Vilën, siç bënte gjithmonë, dhe kur ai të mbërrinte gjithçka do të ishte e patëmet, e heshtur, e përsosur. Ishte një valle e koreografuar mirë ku secili e dinte vendin dhe lëvizjet e tij. Asnjë surprizë, asnjë e papritur, asnjë emocion. Pikërisht siç i pëlqente Artanit të ishin gjërat. Por jeta ka një mënyrë të veçantë për të ngatëruar edhe rutinat më të rrepta. Dhe atë të martë, pa e ditur ende Artani, diçka ishte gati të dilte plotësisht nga skenari. Jona Lejka u zgjua po atë të martë në 4:15 të mëngjesit. Ora e alarmit e celularit të vjetër ra me një zhurmë therse që e bëri të hidhej nga krevati e trembur, siç ndodhte çdo ditë. Ajo e fiku shpejt për të mos zgjuar fëmijët që flinin në dhomën ngjitur, të ndarë nga Esaja vetëm me një perde të improvisuar në apartamentin e vogël me 2 dhoma në kombinat. Qiraja ishte e lirë sepse pallati ishte i vjetër, sepse lagjja ishte e largët, sepse muret kishin lagështi dhe ashensori ishte gjithmonë i prishur. Por ishte ajo që mund të paguante me rrogën e pastrueses dhe me paratë e vogla shtesë që arrinte të fitonte duke bërë pastrime të shtunave në shtëpi të tjera. Ajo u ngrit në errësirë, nuk e ndezi dritën për të mos zgjuar Mikelin dhe Lonën, binjakët 6 vjeçar që ishin arsyeja e çdo hapi që ajo bënte çdo ditë. Në banjën e vogël, Jona lau fytyrën me ujë të ftohtë, u pa shpejt në pasqyrën e thyrë në cep dhe pa të njëjtën grua të lodhur si gjithmonë. 34 vjet që dukeshin si 45. Duar të thara nga aq shumë produkte pastrimi. Rrath të zinj të thellë nën sy nga aq shumë net pa gjumë. Flokë që fillonin të thinjeshin në tëmtha. Por syt, ata ende kishin jetë. Ende kishin shpresë. Sepse duhej të kishin. Për fëmijët. Për ata, Jona duronte çdo gjë. Veshi rrobat e thjeshta që përdorte për të udhëtuar, mori çantën me uniformën brenda dhe shkoi në kuzhinë të përgatiste kafen. Gjithashtu përgatiti kutitë e ushqimit të binjakëve, siç bënte çdo natë para se të flinte, për të siguruar që ata do të kishin çfarë të hanin në shkollë. Bukë me gjalp, një frut, një lëng frutash në kuti. Asgjë e sofistikuar, por e bërë me dashuri. Jona mësoi që në moshë të re se dashuria tregohet në gjërat e vogla, në detajet që askush nuk i sheh, por që bëjnë të gjithë diferencën. Në orën 5, ajo doli nga apartamenti dhe zbriti 4 katet me shkallë, pasi ashensori vazhdonte të ishte i prishur prej javësh. Në rrugën ende të errët, eci deri në stacionin e autobusit ku punëtorë të tjerë tashmë ishin grumbulluar, secili me udhëtimin e tij të mbijetesës të stampuar në fytyrë. Jona i njihte ato shprehje. Gruaja që punonte në spital, burri që ishte roje sigurie në qendrën tregtare, vajza që bënte dërgesa me aplikacion. Të gjithë zgjoheshin para diellit për të përshkuar qytetin dhe për të fituar bukën e gojës. Tirana ishte kështu, një qytet që kur nuk flinte vërtet, ku miliona njerëz kryqëzoheshin pa u parë kur vërtet. Autobusi i parë ishte plot. Jona arriti të hynte me shtyrje dhe qëndroi e shtrënguar mes pasagjerëve të tjerë për 40 minuta deri në stacionin tjetër. Nga atje, një tjetër autobus i mbushur plot me njerëz. Më pas, një tjetër për të arritur më në fund në blok. Kur zbriti në stacionin afër vilës së Zotit Artan, ishte 6:40. Ajo kishte 20 minuta për të ecur 3 bloqet, për të ndëruar rrobat në banjën e shërbimit dhe për të qenë gati për të filluar punën saktësisht në 7. Jona e bënte këtë rrugë prej një viti e gjysmë. Njihte çdo kthes të rrugës, çdo pemë të trotuarit. Dinte se në blokun e 3 jetonte një zotëri i moshuar që gjithmonë uiste bimët në 7 të mëngjesit dhe që përshëndeste me edukat këdo që kalonte. Dinte se në cep të vilës kishte një furrë buke të shtrenjtë ku ajo kur nuk kishte hyrë, por aroma e bukës së freskët e torturonte çdo mëngjes. Dinte se lagjja zgjohej vonë, sepse njerëzit e pasur nuk kanë nevojë të përballen me trafikun në 6 të mëngjesit. Kur arriti në vilë, kaloi nga porta e pasme që Zoti Artan e linte hapur për të, ndoqi korridorin anësor dhe hyri nga hyrja e shërbimit. Në banjën e vogël, ndërroi rrobat shpejt, lidhi flokët, lau duar dhe kontrolloi pamjen në pasqyrë.
Duhej të ishte e paraqitshme. Duhej të dukej profesionale. Nuk mund të tregonte lodhje, nuk mund të tregonte dobësi. Zoti Artan paguante mirë, shumë më mirë se pastrimet e tjera të saj, dhe ajo nuk mund ta humbiste këtë punë në asnjë mënyrë. Në orën 7 saktësisht, Jona filloi detyrat e saj. Së pari, të përgatiste kafen ashtu siç i pëlqente atij. Më pas, të pastronte sallonin kryesor. Më pas, dhomën e ngrënies, zyrën, dhomat e miqve që askush nuk i përdorte kurrë. E gjithë rutina ishte e planifikuar milimetrikisht që në fund të ditës vila të ishte e patëmerë. Jona punonte me përkushtim jo vetëm sepse i duheshin parat, por sepse ishte krenare për atë që bënte. Nëna e saj gjithmonë i thoshte se puna e ndershme, pavarësisht se cila është, meriton të bëhet me përsosmëri. Dhe Jona e merrte këtë seriozisht. Zoti Artan nuk ishte një pronar i keq. Ishte i largët, i ftohtë ndonjëherë, por nuk ishte mizor. Paguante në kohë, kur nuk e kishte munguar respektin, kur nuk i kishte kërkuar diçka absurde. Jona e dinte se mund të ishte shumë më keq. Kishte punuar në shtëpi ku pronarët e trajtonin sikur të ishte e padukshme, ku linin bakshishe qesharake dhe prisnin që ajo të bënte mrekulli. Kishte pësuar ngacmime, ishte akuzuar padrejtësisht për vjedhje kur një pronare paranojake humbi një gjerdan dhe më pas e gjeti brenda çantës së saj. Krahasuar me gjithë këtë, të punoje për Zotin Artan ishte pothuajse e qetë. Por Jona kur nuk e ulte vigjilencën. Ajo e dinte se njerëzit e pasur kanë kodet e tyre, rregullat e tyre. Dinte se një pastruese duhej të ishte e padukshme, e heshtur, efikase. Nuk mund të kishte probleme personale, nuk mund të mungonte, nuk mund të përziente jetën e saj të jashtme me punën e brendshme. Dhe gjatë një viti e gjysmë, Jona arriti t'i mbante të gjitha të ndara. Fëmijët qëndronin me teto Klementinën, fqinjen e moshuar që i adhuronte fëmijët dhe merrte shumë pak për t'u kujdesur për ta. Shkolla ishte afër, teto Klementina i merrte dhe i çonte. Jona dilte nga shtëpia në 5, kthehej në 7 të mbrëmjes, hante darkë me binjakët, i ndihmonte me detyrat, i vinte në gjumë dhe binte e vdekur nga lodhja menjëherë pas kësaj. Ishte një jetë e vështirë, por funksiononte. Deri atë të martë. Të hënën në mbrëmje, kur Jona arriti në shtëpi, gjeti një shënim nga teto Klementina në nder. Shkrimi i dridhur i të moshuarës shpjegonte se kishte marrë një telefonat urgjente nga fshati. Motra e saj më e vogël kishte probleme serioze shëndetësore dhe teto Klementina duhej të udhëtonte menjëherë. Do të ishte larg për një kohë të pacaktuar, ndoshta një javë, ndoshta më shumë. Kërkonte falje për shqetësimin dhe thoshte se do të lutej që Jona të gjente një zgjidhje. Paniku e pushtoi Jonën. Pa teto Klementinën, kush do të kujdesej për binjakët? Ajo nuk kishte askënd tjetër në Tiranë. E gjithë familja ishte në një fshat të largët në jug të Shqipërisë, nga ku ajo ishte larguar 8 vjet më parë duke kërkuar një jetë më të mirë. Nuk kishte miq aq të afërt sa t'u kërkonte një favor të tillë. Nënat e tjera të shkollës mezi flisnin me të, dhe ato që flisnin gjithashtu punonin dhe kishin problemet e tyre. Jona kaloi natën pa gjumë, duke bërë llogari, duke menduar për alternativa, duke u përpjekur të gjente një rrugdalje. Të martën në mëngjes ishte më keq. Shkolla dërgoi një mesazh në grupin e WhatsApp duke njoftuar se mësimi ishte anuluar për shkak të problemeve strukturore në ndërtesë. Një rrjedhje serioze në tavanin e një prej klasave kishte komprometuar instalimet elektrike. Për siguri, fëmijët duhej të qëndronin në shtëpi. Parashikimi i kthimit, të enjten, ndoshta të premten. Jona ndjeu se bota po i shembej. Nuk kishte me këtij linte Mikelin dhe Lonën. Nuk kishte para për të paguar një dado emergjence. Nuk mund të mungonte në punë, jo në atë moment të muajit kur qiraja ishte afër dhe frigoriferi duhej të rimbushej. Ajo u përpoq t'u telefononte disa të njohurave, por askush nuk mund ta ndihmonte. Njëra kishte udhëtim të planifikuar, tjetra ishte e sëmur, e treta as nuk ju përgjigj telefonin. Mbeti vetëm një opsion i tmerrshëm, t'i merrte binjakët me vete në vilën e Zotit Artan. Jona e dinte se ky ishte një rrezik i madh. Ai mund të zemërohej, mund ta konsideronte një shkelje të profesionalizmit, madje mund ta pushonte nga puna. Por çfarë zgjidhje tjetër kishte? T'i linte 2 fëmijë 6 vjeçar vetëm në shtëpi? Kur? Të mungonte në punë dhe të rrezikonte të humbiste vendin e punës? E pamundur. T'i merrte dhe të shpresonte që Zoti Artan do ta kuptonte?
Ishte alternativa e vetme. Ajo i veshi binjakët me rrobat më të mira që kishin, u foli atyre në autobus për sjelljen, për heshtjen, për respektin. Mikel dhe Lona ishin fëmijë të mirë, të bindur, por ishin fëmijë. Kishin energji, kuriozitet, dëshirë për të eksploruar. Jona u përsëriti 1000 herë se duhej të qëndronin urtë, se nuk mund të preknin asgjë, se ajo shtëpi ishte shumë e shtrenjtë dhe çdo gjë e vogël e thyer mund të kushtonte më shumë se sa fitonte ajo në muaj. Kur arritën në vil, Jona ndjeu se i dridheshin këmbët. Ajo kapi duart e vogla të binjakëve, mori frym thellë dhe hyri nga hyrja e shërbimit. I la fëmijët në banjë ndërsa kërkonte zotin Artan. E gjeti atë në sallon duke lexuar diçka në tablet. Zemra e saj rrite aq fort sa dukej se do t'i dilte nga goja. Zoti Artan, më falni që ju ndërpres, filloi ajo me zë të dridhur. Ai ngriti syt, i habitur. Jona kur nuk e ndërpriste. Ka ndodhur një situatë emergjence. Shkolla e fëmijëve të mi ka anuluar mësimin për një problem në ndërtesë dhe fqinja që kujdeset për ta udhëhequr të udhëtonte me urgjencë për shkak të një familjari të sëmur. Kam provuar të gjitha alternativat e mundshme, por nuk gjeta askën. I solla me vete sot. Ata do të rinë urtë, premtoj. Nuk do të shqetësojnë, nuk do të prekin asgjë. Nëse preferoni, unë mund të mungoj sot dhe ta zëvendësoj të shtunën, ose pak nga pak gjatë javës, si të mendoni ju më mirë. Artani e vëzhgoi në heshtje. Pa dëshpërimin në sytë e saj, sikletin, cenueshmërinë. Jona kur nuk i kishte kërkuar asgjë, kur nuk i kishte shkaktuar probleme. Ai mund ta dërgonte në shtëpi, ti thoshte se kjo ishte e papranueshme. Por, çuditërisht, një pjesë tjetër e tij u intrigua. Ai gjithmonë ishte pyetur se si ishin fëmijët e saj. Nëse do të ishin të edukuar si nëna e tyre, nëse do të kishin të njëjtat vlera të respektit dhe diskrecionin. Në rregull, tha ai më në fund. Mund të qëndrojnë. Por me një kusht, nuk mund të prekin asgjë të shtrenjtë. Asnjë vepër arti, asnjë pajisje elektronike, asnjë enë. Po, zotëri. Shumë faleminderit, zotëri. Ata do të sillen mirë, ju garantoj. Jona shkoi të merrte Mikelin dhe Lonën, të cilët ishin kapur pas njëri tjetrit me frikë. Ajo i prezantoi shpejt me zotin Artan, i cili vetëm pohoi me kokë. Fëmijët bën një përkulje të ndrojtur duke shtrënguar çantat e tyre me ngjyra kundër gjoksit. Artani i vëzhgoi të dy dhe pa sjellje të mira, edukat, sy të friksuar por të respektueshëm. Qëndroni në dhomën e pasme, u tha Jona fëmijëve. Mami do të punoj dhe pastaj do të ikim bashk, në rregull? Binjakët pohuan me kokë dhe ndoqën nënën e tyre butësisht. Artani u kthye në punët e tij, por një farë kishte mbirë në mendjen e tij. Një farë dyshimi, kurioziteti, mosbesimi. Ajo grua gjithmonë dukej e ndershme, por a ishte vërtet? Dhe fëmijët? Fëmijët e një familjeje të thjeshtë, që ndoshta kur nuk kishin pasur akses në asgjë luksoze. Si do të reagonin nëse do të kishin mundësinë? Natyra njerëzore, besonte Artani, gjithmonë zbulohej kur askush nuk shikonte. Dhe ndoshta ishte koha për të zbuluar nëse Jona Lejka ishte vërtet aq e besueshme sa dukej. Artani qëndroi për pak kohë në sallon pasi Jona i çoi binjakët në dhomën e pasme. Ai dëgjonte hapat e saj nëpër korridor, tingullin e largët të derës që mbyllej, pastaj heshtjen që kthehej në vil. Por nuk ishte e njëjta heshtje si gjithmonë. Kishte diçka ndryshe në ajër, një prani e re, jetë të vogla që pulsonin diku në atë shtëpi gjigante që normalisht strehonte vetëm një person dhe hijet e tij. Ai u kthye te tableti, u përpoq të përqendrohej në emailet që duhej t'u përgjigjej, por mendja i endej. Mendonte se sa e dëshpëruar dukej Jona kur i kërkoi të sillte fëmijët. Mendonte se sa të friksuar dukeshin fëmijët, të kapur pas çantave të tyre sikur të ishin mburoja kundër asaj bote të çuditshme dhe të frikshme prej mermeri dhe kristali. Mendonte, kryesisht, se si ajo situatë ishte një mundësi. Një mundësi për të testuar vërtet nëse Jona ishte ajo që dukej. Gjatë viteve të fundit, Artani kishte zhvilluar një filozofi jete shumë të qartë, të gjithë kanë një çmim, të gjithë kanë një pikë thyrjeje, të gjithë, kur mendojnë se askush nuk po i sheh, zbulojnë natyrën e tyre të vërtetë. Valbona dukej një grua e përkushtuar deri ditën kur ai zbuloi se ajo ishte më e përkushtuar ndaj trajnerit personal. Ish ortaku i tij dukej një mik besnik deri ditën kur Artani zbuloi se ai vinte para nga kompania.
Kontabilisti I tij duke I ndershëm deri ditën kur tatimet zbuluan llogari të fshehura në parajsa fiskale. Jona duke e besueshme, e respektueshme, e ndershme. Por a ishte vërtet? Apo thjesht nuk kishte pasur kur mundësinë të tregonte të kundërtën? Artani shikoi përreth Vilës të gjitha ato gjëra të shtrenjta që kishte grumbulluar gjatë viteve. Vepra arti, pajisje elektronike të gjeneratës së fundit, mobilje të importuara. Për të ishte thjesht dekor, pasuri, status. Por për dikë që jeton me një rrogë minimale, që numëron monedat në supermarket, që jeton në një apartament me 2 dhoma në periferi, e gjithë kjo duhet të dukej si një thesar I paimagjinueshëm. Dhe fëmijët? Binjak 6 vjeçar. Artani nuk dinte shumë për fëmijët, kur nuk kishte dashur të kishte fëmijë, por ishte I sigurt për një gjë, fëmijët nuk kanë filtr, nuk kanë vetë kontrollin e zhvilluar të një të rrituri. Nëse I vë ëmbëlsira përpara një fëmije të uritur, ai do t'i marrë. Është instinkt, është natyrë. Nuk ka vlera morale që rezistojnë kur tundimi është mjaftueshëm I madh dhe vigjilenca është zero. Ishte atëherë që ideja filloi të formohej në kokën e Artanit. Një ide që ai e dinte ishte etikisht e diskutueshme, por që mendja e tij pragmatike dhe dyshuese e shihte si shkencërisht të vlefshme. Një test. Një eksperiment social privat. Nëse Jona dhe fëmijët do ta kalonin, ai do të kishte konfirmimin se kishte njerëz të ndershëm në botë. Nëse nuk do ta kalonin, ai do të kishte një provë më shumë se filozofia e tij ishte e drejtë dhe mund të merrte masat e nevojshme. Artani u ngrit, mori çelsat e makinës dhe shkoi në dhomën e pasme ku Jona kishte lënë fëmijët. Trokiti lehtë në derë. Jona e hapi, ende me atë shprehje të shqetësuar të dikujt që e di se po kërkon një favor shumë të madh. Jona, sapo mu kujtua se kam një takim urgjent në zyrë. Do të më duhet të dalë për rreth 2 orë, ndoshta pak më shumë. A jeni mirë këtu me fëmijët? Po, zotëri. Sigurisht. Shkoni I qetë. Unë do të vazhdoj pastrimin dhe ata do të rinë këtu urtë, duke vizatuar. U kam sjell letër dhe lapsa me ngjyra. Shkëlqyeshëm. Për çdo gjë, celularin e kam të ndezur. Artani doli nga dhoma dhe shkoi direkt në garazh. Hyri në makinë, një sedan gjerman I zi që kushtonte më shumë se sa do të fitonte Jona në 5 vjet dhe doli nga vila. Por nuk shkoi në zyrë. Shkoi në supermarketin më të shtrenjtë të zonës, atë ku raftet ishin të organizuara si vitrina dyqanesh luksoze dhe ku një blerje e thjesht mund të kushtonte një pasuri. Ai hyri në supermarket me një qëllim shumë specifik. Shkoi direkt në seksionin e ëmbëlsirave të importuara, atë zonë ku ndodheshin çokollatat zvicerane, belge, franceze. Mori një karrocë dhe filloi ta mbushte me gjithçka që shihte, kuti me çokollata të mbushura me liker, pllaka çokollate me qumësht me ara premium, tableta çokollate të zezë me ar të ngrënshëm, tartuf artizanal të mbështjell me letër metalike. Më pas shkoi në seksionin e akulloreve dhe mori më të shtrenjtat. Kuti me gelato italiane, akullore artizanale të markave butik, akullore në shkop të mbuluara me çokollatë belge. Vazhdoi në zonën e biskotave dhe e mbushi karrocën me kuti dekorative me biskota daneze, kuti me biskota franceze me gjalp, pako me vafer të mbushur të importuar. Mori reçelra francez në kavanoza qelçi me etiketa elegante, mjalt organik në ambalazhe qeramike, jogurt grek në shishe qelçi, pudingje në gota individuale që kushtonin sa një vakt I plot në një restorant popullor. Artani nuk shikonte çmimet. Merrte gjithçka që dukej tunduese, gjithçka që shkëlqente, gjithçka që një fëmijë 6 vjeçar do ta gjente të parezistueshme. Karroca u mbush aq shumë sa I u desh të merrte një të dy. Klientët e tjerë e shikonin me kureshtje, por atij nuk I bëhej vonë. Arkëtari as nuk e lëvizi qepallën kur kaloi të gjitha blerjet dhe totali doli mbi 20.000 lekë në ëmbëlsira. Artani pagoi me kartën platinum pa hezituar dhe kërkoi t'i vendosnin gjithçka në çanta termike për të mbajtur akulloret të ngrira. Në rrugën e kthimit për në vil, Artani ndjente një eksitim të çuditshëm. Ishte sikur po përgatiste një eksperiment shkencor vendimtar. Ai madje foli me vete në makinë, duke planifikuar çdo detaj. Frigoriferi do të organizohej në mënyrë strategjike, çokollatat më me ngjyra dhe tërheqëse në lartësinë e syve të një fëmije, akulloret në ngrirës me ambalazhe të kthyer përpara, biskotat në sirtare transparent të frigoriferit. Gjithçka duhej të ishte e dukshme, e aksesueshme, tunduese në maksimum.
Kur arriti në vilë, parkoi në garazh dhe I ngarkoi çantat nga hyrja anësore për të mos u parë. Hyri nga kuzhina duke kontrolluar nëse Jona ishte afër. Dëgjoi zhurmën e fshesës me korrent që vinte nga dhoma e ngrënies. Përsosur. Ai kishte kohë. Artani filloi ta zbraste frigoriferin nga gjithçka që ishte brenda. Hoqi enët me ushqim që linte kuzhinierja, frutat, lëngjet natyrale, perimet e organizuara. I vendosi të gjitha në një kuti të madhe termike që e ruante në dollapin e qilarit. Më pas, me frigoriferin plotësisht të zbrazët, filloi montimin e skenës. Së pari, organizoi raftet kryesore. Vendosi kutitë e çokoladave të arta dhe të argjendta pikërisht përpara, në lartësinë e përsosur që një binjak 6 vjeçar të arrinte. Pas tyre, grumbulloi pllakat e çokoladës me ambalazhet e tyre me ngjyra dhe tërheqëse. Në raftin e sipërm, la biskotat e importuara në kutitë e tyre dekorative që dukeshin si kuti thesari. Në derën e frigoriferit, në ndarjet, vendosi jogurtët grek, pudingjet individuale, reçelrat në kavanoza qelçi që reflektonin dritën e brendshme të frigoriferit si bishuteri. Ngrirësi ishte edhe më I përpunuar. Artani organizoi akulloret në mënyrë që të gjitha ambalazhet me ngjyra të ishin të kthyera përpara. Vendosi akulloret premium në këmbë, si ushtar në formacion, me mbulesat e tyre prej çokolate që shkëlqenin nën dritën e ftohtë. Shpërndau tartufet e ngrirë në enë të vogla qelçi që I ngjanin shisheve laboratorike plot me thesare të ngrira. Kur mbaroi, Artani bëri një hap prapa dhe admiroi veprën e tij. Frigoriferi dukej si një reklam televizive, një ëndër konsumi, një tundim I materializuar në çelik inox dhe dritë LED. Ishte e pamundur të shikoja atë dhe të mos ndjeje dëshirën për të marrë diçka. Nëse ai, një I rritur I pasur që mund të blinte çdo gjë që dëshironte, ndjente tërheqjen më të vogël për atë skenë, çfarë do të ndjente një fëmijë I varfër? I kënaqur me kurthin e ngritur, Artani kaloi në fazën e dytë të planit. Ai duhej të krijonte një situatë ku Jona dhe fëmijët të ndiheshin plotësisht vetëm, pa mbikëqyrje, pa frikë se do të kapeshin. Duhej të dilte nga shtëpia, ose të paktën t'i bënte ata të mendonin se kishte dalë. Artani u ushtrua para pasqyrës së banjës. Praktikoi shprehje nxitimi, shqetësimi korporativ, biznesmeni të mbingarkuar që duhet të zgjidhë diçka urgjente. Rregulloi kravatën, kaloi dorën nëpër flok, u përpoq të duke I bindës. Pas disa minutash teatri amator u ndje gati. Shkoi në dhomën e ngrënies ku Jona kalonte fshesën me korrent me lëvizje të përpikta. Ajo e fiku aparatin sapo e pa. Jona, duhet të dal tani. Sapo mora një telefonat nga zyra, ka dalë një problem serioz me një klient të rëndësishëm. Do të më duhet të shkoj atje ta zgjidh personalisht. Duhet të vonohem rreth 2 orë, ndoshta më shumë. A jeni mirë këtu me fëmijët? Po, zotëri, shkoni I qetë. Do të mbaroj pastrimin dhe do të kujdesem për fëmijët. Nëse ju duhet diçka, celularin e kam të ndezur. Faleminderit, zotëri. Mbledhje të mbar. Artani mori çantën e lëkurës që e mbante gjithmonë për në zyrë, mori çelsat e makinës duke bërë zhurmë me qëllim dhe shkoi në garazh. Ndezi motorin, hapi portën automatike, doli në rrugë dhe e mbylli portën përsëri me telekomandë. Më pas, qëndroi aty I ndalur për disa minuta, sikur vërtet po largohej. Pastaj, fiku motorin, doli nga makina dhe u kthye brenda pronës nga dera e shërbimit të pasme, atë që Jona përdorte për të hyrë çdo ditë. Ai hoqi këpucët zyrtare për të mos bërë zhurmë me shollat e lëkurës dhe I la të fshehura pas një vazoje me lule në zonën e shërbimit. Eci me çorape deri në kuzhinë dhe ekzaminoi shpejt planimetrin. Qilari ishte vendi I përsosur. Ndodhej pranë kuzhinës, I ndar vetëm nga një derë rrëshitse që, kur ishte gjysmë e hapur, ofronte një pamje të plotë të frigoriferit, por e mbante atë që ishte brenda të fshehur në hije. Artani hyri në qilar, u pozicionua pas disa kutive boshe vere që ishin të grumbulluara në cep dhe e la derën gjysmë të hapur vetëm disa centimetra. Nga aty, kishte një pamje të përsosur të gjithë kuzhinës dhe, kryesisht, të frigoriferit të shndritshëm me përmbajtjen e tij tunduese. Ai kontrolloi orën, 10:20 e mëngjesit. Llogariti se do të qëndronte aty deri rreth mesditës, ndoshta një pasdite. 2 orë e gjysmë, maksimumi 3 orë vigjilje. Nuk do të ishte e rehatshme, por do të ishte zbuluese. Artani u rehatua sa më mirë që mundi mes kutive dhe arkave, gjeti një pozicion që nuk I lëndonte shumë shpinën dhe filloi pritjen e tij.
15 minutat e para ishin të lehta. Artani ishte vigjilent, i përqendruar, me adrenalinën e pritjes që i qarkullonte nëpër vena. Dëgjonte zhurmën e largët të fshesës me korrent, hapat e Jonës nëpër korridore, heshtjen e përgjithshme të shtëpisë që vetëm paksa prishej nga rutina e pastrimit. Ai filloi të imagjinonte se si do të ishte skena kur ata të hynin në kuzhinë. Imagjinoi reagimin e fëmijëve, atë moment mahnitjeje, duart e vogla që shtrieshin në mënyrë të pashmangshme për të marrë diçka. Pas gjysmë ore, parehatia filloi të shfaqej. Shpina ankohej për pozicionin e çuditshëm, këmbët filluan të impiheshin. Nxehtësia e qilarit, pa ajrim të duhur, e bënte Artanin të djersitej. Ai liroi kravatën, hapi kopsat e para të këmishës së shtrenjtë. Mendoi të hiqte dorë për një moment, por kokfortësia fitoi. Ai duhej ta shihte. Duhej ta dinte. Kaloi gati një orë derisa më në fund dëgjoi zëra që i afroheshin kuzhinës. Zemra e Artanit u përshpejtua. Ai u mblodh edhe më shumë pas kutive, mbajti frymën, qëndroi plotësisht i palvizshëm. Përmes të çarës së derës, pa Jonën të hynte e para, e ndjekur nga dy binjakët dorë për dore. Nëna shkoi direkt te frigoriferi, vetëm për të marrë ujë. Por në momentin që hapi derën, të tre mbetën të ngrirë. Artani vëzhgoi shprehjet që ndryshuan nga neutrale në plotësisht të habitura. Jona zgurdulloi syt, goja ju hap paksa në një habi të sinqertë. Mikel dhe Lona lëshuan duart e njëri tjetrit dhe u afruan, të hipnotizuar. Mami, shiko. Thiri Mikel me zërin plot magjepsje. Është një frigorifer si në përralla. Ka çokoladë. Tha Lona, duke treguar me gisht. Çokoladë të vërtetë. Nga ato të reklamave. Dhe akullore, mami. Shumë akullore. Plotësoi Mikel. Jona vazhdonte të qëndronte e ndalur, duke mbajtur derën e frigoriferit hapur, duke parë atë skenë të pamundur. Artani pa konfuzionin në fytyrën e saj. Në mëngjes, kur ajo erdhi, frigoriferi ishte normal. Si ishte bërë kështu? Pse ishte bërë kështu? Por ajo nuk kishte kohë të përpunonte pyetjet sepse binjakët tashmë ishin në trans. I fshehur në qilar, Artani ndjente zemrën t'i rrite aq fort sa kishte frikë se mos e dëgjonin. Ky ishte momenti. Dora e vogël e Mikelit u shtri ngadalë drejt një kutie të artë me çokolata që ishte saktësisht në lartësinë e tij. Gishtat e vegjël ju afruan ambalazhit të shndritshëm. Artani u përkul përpara, gati duke dalë nga fshehja e tij. Ishte gati të dëshmonte konfirmimin e gjithçkaje që kishte besuar gjithmonë. Por pastaj Jona reagoi. Jo, tha ajo, por jo me zemërim. Me qetësi. E kapi me delikatesë krahun e Mikelit para se ai të prekte çokoladën. U ul deri në lartësinë e syve të binjakëve. Artani pothuajse mund ta ndjente frymën e mbajtur të fëmijëve. Mbylli syt për një moment, duke pritur ndonjë justifikim të dobët, ndonjë arsyetim gënjeshtar, ndonjë leje të fshehtë. Kur hapi syt përsëri, pa Jonën duke i parë fëmijët me një seriozitet të qetë. Zemrat e mia, ju e dini që asgjë këtu nuk është Jona, apo jo? Por mami, ka kaq shumë gjëra, u përgjigj Lona. Pronari i shtëpisë as nuk do ta vërë re nëse marrim vetëm pak. Artani ndjeu një therje të çuditshme në gjoks kur e dëgjoi këtë. Ishte pafajësia e përzier me logjikën fëmijërore. Për vajzën, vërtet, me kaq shumë çokoladë, çfarë do të ishte një më pak? Lona, Mikel, më shikoni mua. Jona foli me atë zërin që nënat përdorin kur duhet të mësojnë diçka të rëndësishme. Nuk ka rëndësi nëse ka shumë apo pak. Nuk ka rëndësi nëse pronari do ta vërë re apo jo. Ajo që ka rëndësi është se nuk është Jona. E kuptoni? Por mami, është vetëm një çokoladë, këmbënguli Mikel. Të marrësh atë që nuk është Jona ka një emër, fëmijët e mi. Dhe e dini çfarë emri është? Binjakët ulën kokën. Vjedhje u përgjigjen në një zë të turpëruar. Pikërisht. Dhe unë nuk ju kam rritur që të njiheni me këtë emër. Ju kam rritur që të njiheni si njerëz të ndershëm, punëtor, me karakter. Si njerëz që respektojnë atë që është e të tjerëve, edhe kur askush nuk po i sheh. Në qilar, Artani ndjeu diçka të çuditshme të ndodhte brenda tij. Ishte sikur një goditje t'i përshkonte gjoksin. Fjalët e Jonës kumbonin, edhe kur askush nuk po i sheh.
por ai po shite. Ishte aty i fshehur si një frikacak, duke përgjuar një mësim morali që ai vetë e kishte harruar prej kohësh. Por mami, ne mund t'i lanim dhëmbët më pas, premtoi Mikel, duke u përpjekur të negocionte. Dhe mund ta hanim vetëm të premten, kur marrim notë të mirë, shtoi Lona. Jona buzëqeshi me butësi, por tundi kokën. Nuk ka të bëj me larjen e dhëmbëve apo marrjen e notave të mira, zemrat e mia ka të bëj me bërjen e gjës së duhur. Gjithmonë. Edhe kur është e vështirë. Edhe kur ke dëshirë. Ju mendoni se unë kur nuk kam pasur dëshirë të marr diçka në shtëpitë ku punoj? Ka kaq shumë gjëra të bukura, kaq shumë gjëra të shtrenjta. Por unë nuk i marr. E dini pse? Pse, mami? Pyetën të dy. Sepse unë duhet të jem në gjendje t'ju shikoj juve çdo ditë dhe të di se po jap shembullin e duhur. Duhet të jem në gjendje të flen natën duke ditur se e kam fituar çdo qindark me ndershmëri. Dhe duhet që ju të rriteni duke ditur se, pavarësisht sa e vështirë është jeta, gjithmonë ekziston mundësia për të bërë gjën e duhur. Artani mbylli sytë. Zëri i Jonës ishte i butë por i prerë, plot bindje. Nuk ishte predikim, ishte mësim. Nuk ishte ndëshkim, ishte dashuri. Ai ndjeu një turp aq të thellë sa gati doli prej andej, gati e zbuloi të gjithë farsën në atë moment. Por mbeti i paralizuar, i paftë të lëvizte. Binjakët qëndruan të qetë për një moment duke përpunuar. Pastaj Lona pyeti, por ne nuk do t'i provojmë kurrë? Një ditë ju do të keni parat tuaja dhe do të mund të blini të gjitha çokollatat që dëshironi. Dhe do të jetë shumë më e shijshme sepse do ta dini se e keni merituar, se keni punuar për të. E kuptuat? Po, mami, u përgjigjen, ende me një prekje trishtimi. Tani, do të bëjmë kështu. Do të marr ujë për ne të tre dhe do të kthehemi në dhomë. Pas drekës, nëse silleni mirë, do të ham ato karamelet që blem në pazar të dielën. Në rregull? Në rregull, ran dakord binjakët. Jona mori vetëm kanën me ujë të filtruar që ishte brenda frigoriferit, shërbeu 3 gota dhe e mbylli derën. Të tre dolën nga kuzhina dorë për dore. Artani vazhdoi i fshehur duke djersitur me zemrën që i rrite fort dhe një vorbull emocionesh që nuk dinte t'i emërtonte. Ai sapo kishte dëshmuar diçka që vizioni i tij cinik për botën thoshte se ishte e pamundur. Një grua e varfër me fëmijë të uritur për përvoja që ajo kur nuk mund t'ua ofronte, duke pasur mundësinë e përsosur për të marrë diçka pa u zbuluar dhe duke zgjedhur të mos e merrte. Më shumë se kaq, duke u mësuar fëmijëve të mos e merrnin gjithashtu. Duke u mësuar vlera, integritet, karakter. Artani qëndroi aty në qilar për disa minuta të tjera, duke u përpjekur të mblidhte veten. Këmbët i ishin mpirë, shpina i dhimbte. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi përballë vorbullës emocionale që e pushtoi. Ai kishte ngritur një kurth mizor duke pritur të konfirmonte vizionin e tij negativ për njerëzimin. Dhe në vend të kësaj, sapo kishte dëshmuar një nga demonstrimet më të pastra të karakterit që kishte parë ndonjëherë në jetë. Por ende nuk ishte fundi i testit. Ndoshta kjo kishte qenë vetëm fat, vetëm një moment kthjelltësie kalimtar. Fëmijët janë të paparashikueshëm. Nëse njëri do të kthehej vetëm, pa nënën pranë, a do të rezistonte përsëri? Artani vendosi të vazhdonte vigjiljen e tij. Duhej të ishte absolutisht i sigurt. Artani vazhdoi i fshehur në qilar ndërsa minutat zvarriteshin si orë. Djersa i rrifte në ball duke i njollosur këmishën italiane që kushtoi një pasuri të vogël. Këmbët nuk ndjenin më asgjë, të mpira nga pozicioni i parehatshëm. Ai u përpoq të lëvizte lehtë për të lehtësuar presionin, por çdo lëvizje bënte që kutit boshe të verës të kërcisnin në mënyrë kërcënuese. Qëndroi përsëri i palvizshëm, duke marrë frymë ngadalë, duke u përpjekur të kontrollonte parehatinë fizike që nuk ishte asgjë krahasuar me parehatinë emocionale që e kishte pushtuar. Nga salloni i largët vinin tinguj të butë bisede. Artani mprehu veshët duke u përpjekur të kapte fjalët. Ishte Jona dhe binjakët, zërat e tyre të përzierë në një melodi familjare afeksioni. Dëgjoj të qeshura fëmijërore, zërin e nënës që përgjigjej me durim, më shumë të qeshura. Ishin tinguj që ajo vil nuk i kishte dëgjuar kur më parë. Artani dhe Valbona kur nuk kishin qeshur së bashku në atë mënyrë. Në fakt, Artani nuk arrinte të kujtonte herën e fundit që kishte qeshur vërtet, pa qenë për edukat apo leverdi sociale.
Ora shënonte 11:40 kur më në fund ndodhi diçka. Artani dëgjoi hapa të lehtë që i afroheshin kuzhinës. Vetëm një palë hapa, jo 3. I gjithë trupi ju tendos. U përkul përpara, duke injoruar dhimbjen e shpinës, duke fokusuar gjithë vëmendjen në të çarën e derës. U shfaq një figurë e vogël, ishte Mikeli, njëri nga binjakët, i vetëm. Djali hyri në kuzhinë me një gotë të vogël plastike në dorë, nga ato gotat fëmijërore me vizatime me ngjyra. Ai shkoi te lavamani, u ngjit në stolingën që Jona ndoshta e kishte vendosur aty më herët dhe e mbushi gotën me ujë nga rubineti. E piu me glënjka të shpejta, siç bëjnë fëmijët kur kanë vërtet etje. Pastaj zbriti nga stolinga dhe qëndroi aty në mes të kuzhinës. Artani mbajti frymën. Djali shikonte fiksuar frigoriferin. Sytë e tij të vegjël të zinj shkëlqenin me atë përzierje dëshire dhe kurioziteti që vetëm fëmijët e kanë. Mikeli bëri një hap drejt frigoriferit. Pastaj një tjetër. Pastaj edhe një. Ishte më pak se 1 metër larg derës së shndritshme. Artani ndjeu zemrën t'i rrite fort. Kjo ishte momenti i së vërtetës. Fëmia ishte vetëm, pa mbikëqyrjen e nënës, pa dëshmitar. Ose të paktën kështu mendonte ai. Mikeli shtriu dorën e vogël dhe preku dorezën e frigoriferit. Artani gati u ngrit nga fsheja, duke përgatitur tashmë mendërisht se çfarë do të thoshte kur ta kapte fëmijën me dorën në enë. Por pastaj ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Djali ndaloi. Thjesht ndaloi. Me dorën ende në dorez, ai qëndroi aty i palvizshëm, sikur po zhvillonte një betejë të brendshme. Artani pa fytyrën e tij të vogël të rrudhej në një shprehje përqendrimi intensiv. Dhe pastaj Mikeli filloi të fliste me vete, me një pëshpërim që mezi dëgjoi. I premtova mamit. Premtimi me gishtin e vogël. Dhe premtimi me gishtin e vogël nuk mund të thyet. Gjyshja gjithmonë thoshte se njerëzit që thyen premtimet u bëhet zemra e vogël dhe e trishtuar. Unë nuk dua të më bëhet zemra e vogël. Unë dua të rritem dhe të blej çokoladë për mamin. Që ajo të mos ketë nevojë të punoj kaq shumë. Djali mbështeti ballin në derën e ftohtë të frigoriferit, sikur po i jepte lamtumirën një ëndre. Qëndroi kështu për disa sekonda. Pastaj, me një pëshertim shumë të thellë për një fëmijë kaq të vogël, u largua. I ktheu shpinën frigoriferit dhe u kthye me vrap në sallon, duke bërë një zhurmë të vogël fitoreje gjatë rrugës, sikur po festonte një arritje personale. Artani mbeti i paralizuar në fshehje. Diçka brenda tij po thyej, po coptohej në mira pjesë të mprehta. Ai sapo kishte parë një fëmijë 6 vjeçar, i cili ndoshta kur nuk kishte provuar çokoladë të importuar në jetë, t'i rezistonte tundimit për shkak të një premtimi. Për shkak të vlerave që dikush ja kishte mësuar me aq kujdes sa ato ishin bërë më të forta se çdo dëshirë materiale. Kur ishte hera e fundit që Artani kishte mbajtur një premtim të vështirë? Kur ishte hera e fundit që ai kishte zgjedhur të bënte gjën e duhur edhe kur askush nuk po e shite? Ai nuk arrinte të kujtojë. Në fakt, e gjithë jeta e tij ishte ndërtuar mbi premisën se të gjithë mashtronin kur kishin mundësi. Ai mashtronte në biznese, gjente boshllëqe në kontrata, bënte marrëveshje në zona gri të ligjit. Gjithmonë justifikohej duke thënë se kështu funksiononte bota, se kush nuk mbrojej përfundonte i dëmtuar. Por aty ishte një fëmijë 6 vjeçar nga një familje e varfër, duke i mësuar atij, një biznesmeni të pasur, një mësim për karakterin që ai e kishte harruar ose ndoshta kur nuk e kishte mësuar siç duhet. Turpi që Artani ndjeu në atë moment ishte aq intensiv sa i erdhi të dilte prej andej me vrap, të hidhej në dush të ftohtë, të përpiqej të lante atë papastërti të padukshme që dukej se e mbulonte plotësisht. Por ai nuk lëvizi. Qëndroi aty duke djersitur me dhimbje, emocionalisht i shkatëruar, sepse një pjesë mazokiste e tij mendonte se e meritonte atë vuajtje. E meritonte të ndjente çdo sekond të asaj torture që ai vetë e kishte krijuar. Koha vazhdoi të kalonte. Artani nuk e dinte më sa kohë kishte aty. Dukej si një përjetësi. Fyti ishte tharë, goja i kishte shije metali, këmbët ishin 2 trungje druri pa jetë. Ai mendoi për të gjitha kurthet që kishte ngritur gjatë jetës. Kurthe në kontrata, në negociata, në marrëdhënie. Gjithmonë duke testuar, gjithmonë duke dyshuar, gjithmonë duke pritur të konfirmonte më të keqen e njerëzve. Dhe sa herë ai vërtet u kishte dhënë mundësi njerëzve të tregonin më të mirën?
Nga salloni filluan të vinin tinguj të tjerë. Zëra më të gjallë, fëmijëror, duke diskutuar diçka. Artani arriti të kapte fragmente, binjakët po vizatonin. Lona donte të përdorte lapsin blu, Mikeli këmbëngulte se i kuqi dukej më mirë. Jona ndërmjetësonte me durim, duke sugjeruar që secili ta bënte sipas mënyrës së tij. Më shumë të qeshura. Zhurmë letre që griset aksidentalisht, e ndjekur nga një ojo kolektiv dhe pastaj një zgjidhje kreative me ngjitës. Ishin tinguj të një familjeje. Një familje e thjesht, pa para, pa luks, pa asgjë nga ato që Artani gjithmonë mendonte se ishin thelbësore për lumturinë. Por ata ishin të lumtur. Artani mund ta dëgjonte në cilësinë e të qeshurave, në tonin e zërave, në mënyrën se si komunikonin. Kishte afeksion aty, kishte lidhje, kishte diçka që asnjë para nuk mund ta blinte dhe që ai e kishte humbur diku gjatë rrugës. Ai mendoi përsëri për Valbonën. A kishte shkuar keq martesa sepse ajo ishte materialiste, apo sepse ai kur nuk e lejoi vërtet të hynte në jetën e tij? A kërkoi ajo trajnerin personal sepse donte luks, apo sepse donte vëmendje, afeksion, prani? Artani gjithmonë punonte 12, 14, 16 orë në ditë. Gjithmonë i jepte përparësi biznesit mbi gjithçka. Gjithmonë mendonte se sigurimi financiar ishte i mjaftueshëm. Por ndoshta nuk ishte. Ndoshta kur nuk kishte qenë. Një zë fëmijëror, më i lartë se të tjerët, e nxori nga reflektimet. Ishte Lona. Gati. Do t'ja japim kur të kthehet. T'i japin çfarë, mendoi Artani. Ai mpreu veshët duke u përpjekur të kuptonte. Je e sigurt se do t'i pëlqej? Pyeti Mikeli me një prekje pasigurie në zë. Po, do t'i pëlqej. E kemi vizatuar me zemër, u përgjigj Jona. Dhe kur i bëjmë gjërat me zemër, njerëzit e ndjejnë. Artani ndjeu një kuriozitet të madh. Çfarë kishin bërë? Ai deshi të dilte me vrap nga fsheja vetëm për të parë, por e kontrolloi veten. Tashmë kishte arritur deri aty, tashmë ishte nënshtruar asaj situate qesharake, tashmë e kishte hapur atë plagë në ndërgjegjen e tij. Mund të duronte edhe pak. Duhej të shite fundin e asaj që ai vet e kishte filluar. Kaluan edhe disa minuta. Artani kontrolloi orën, 12:20. Ai ishte aty për më shumë se 2 orë. Këmbët i ishin plotësisht të mpira, do ta kishte të vështirë të ecte kur më në fund të dilte. Shpina i rrite nga dhimbja. Rrobat ishin të lagura nga djersa. Por asgjë nga këto nuk kishte më rëndësi. E gjithë dhimbja fizike ishte e papërfillshme pranë dhimbjes emocionale që po ndjente. Pastaj, më në fund, dëgjoi Jonën të thoshte, në rregull, zemrat e mia do ta ngjisim vizatimin në frigorifer. Kështu do ta shoh kur të kthehet. Hapa i u afruan kuzhinës. Artani u mblodh edhe më shumë në fsheje, duke u bërë sa më i vogël që të ishte e mundur. Të tre hyn, Jona përpara, duke mbajtur diçka me ngjyra, binjakët pas, të entuziazmuar. Këtu, vendosi Jona, duke treguar një lartësi në derën e frigoriferit. Kështu duket mirë. Ajo mori një copë ngjitës që e solli nga dhoma e pasme dhe ngjiti atë që dukej si një flet letre në frigorifer. Binjakët vëzhgonin me ankth. Do t'i pëlqej, mami? Pyeti Mikeli. Po, biri im. Do t'i pëlqej. Ishte një gjest shumë i bukur nga ana juaj. Artani nuk arrinte ta shihte saktësisht se çfarë ishte, vetëm se ishte me ngjyra. Dëshira e tij për të dalë me vrap dhe për të parë ishte pothuajse e papërmbajtshme, por ai e kontrolloi veten. Pritoi derisa të tre dolën përsëri nga kuzhina. Pritoi edhe 5 minuta të tjera vetëm për t'u siguruar. Pastaj, më në fund, me shumë kujdes, filloi të lëvizte. Të ngrihej ishte një torturë. Këmbët nuk i përgjigjeshin siç duhet, i shponin intensivisht, sikur mira gjilpër apo i futeshin në tojudesh të mbështetej te kutit, të merrte frym thellë, të priste që gjaku të qarkullonte përsëri. Kur më në fund arriti të qëndronte në këmbë, u lëkund, gati u rrëzua. U mbajt te rafti i qilarit, priti të kalonte marramendja. Pastaj, me hapa të dridhur, doli nga fsheja. Gjëja e parë që bëri ishte të shkonte te frigoriferi. Dhe aty ishte vizatimi. Artani qëndroi ndalur duke parë atë vepër arti fëmijërore dhe ndjeu syt t'i lotonin për herë të parë pas vitesh.
Ishte një vizatim i thjesht, i bërë me lapsa me ngjyra, por që transmetonte aq shumë dashuri sa ishte pothuajse e prekshme. Frigoriferi ishte vizatuar me këmbë dhe krah, sikur të ishte një person. Rreth tij, zemra të vogla me ngjyra notonin. Një roz, një blu, një e verdhë, një jeshile. Dhe poshtë, me shkronja të shtrembra dhe të parregullta, tipike të dikujt që po mëson të shkruaj, ishte një mesazh që i shpoj zemrën Artanit si një hesht: "Faleminderit që na le të rrim në shtëpinë tënde. Mami tha se ne nuk mund të marrim asgjë që nuk është jona. Ne premtojmë se nuk do të marrim. Ne i respektojmë gjërat e tua. Kur të rritemi ne do të punojmë shumë dhe do të blejmë çokoladë për mamin ton. Faleminderit për gjithçka." Mikel dhe Lona, Artani e lexoi dhe e rilexoi atë mesazh. Çdo fjalë ishte një akuzë, jo kundër fëmijëve, por kundër tij. Ata sapo kishin treguar mirënjohje për diçka që ai e kishte bërë me qëllime mizore. Ata po falenderonin që ishin testuar, që ishin vendosur në një kurth, që ishin trajtuar me dyshim. Dhe në këmbim ofronin respekt, premtime, ëndra të ardhshme për të punuar dhe për t'i dhënë një jetë më të mirë nënës së tyre. Ai hapi frigoriferin më shumë nga refleksi se sa për ndonjë arsye tjetër. Gjithçka ishte saktësisht aty ku e kishte vendosur. Çdo kuti çokolatash, çdo pllak çokolate, çdo kuti akulloreje, çdo biskot e importuar. Asnjë ambalazh nuk ishte prekur. Asnjë nuk ishte lëvizur. Gjithçka e paprekur, gjithçka e përsosur, gjithçka aty, duke u tallur në heshtje me dyshimin e tij. Artani e mbylli frigoriferin dhe mbështeti ballin në derën e ftohtë, saktësisht siç kishte bërë Mikeli më herët. Dhe më në fund, pas 3 vitesh ftohtësie të vet imponuar, pas ndërtimit të mureve emocionale që dukeshin të pathyeshme, pasi e kishte bindur veten se nuk kishte nevojë për askënd dhe se askush nuk meritonte besim, Artani qau. Qau për mizorinë e testit. Qau për pafajësinë që kishte tentuar ta korruptonte. Qau për mësimet që një familje e varfër sapo i kishte dhënë. Qau për personin që ishte bërë, ky biznesmen cinik dhe i vetmuar që e shihte botën si një fushbetej ku të gjithë ishin armiq deri në provën e kundërt. Qau për të gjitha vitet që kishte humbur pa lejuar askënd t'i afrohej vërtet. Qau për jetën e zbrazët që kishte ndërtuar brenda asaj vile plot me gjëra të shtrenjta, por plotësisht të zhveshur nga dashuria. Dhe aty, i ndalur në kuzhinë, me këmishën të ngjitur në trup nga djersa, këmbët ende të mpira, zemrën të coptuar, Artan Basha pati një epifani. Testi kur nuk kishte qenë për Jonën apo binjakët. Testi gjithmonë kishte qenë për të. Për nëse ai ende kishte aftësinë të njihte mirësinë kur e shihte. Për nëse ende kishte për ulësinë të mësonte nga njerëz që ai gjithmonë i kishte konsideruar inferior në shkallën sociale. Për nëse ende kishte ndonjë shans për shpengim për dikë që ishte humbur kaq plotësisht gjatë rrugës. Ai mori frym thellë, shiu fytyrën me duar, u përpoq të mblidhte veten. Duhej ta mbyllte atë farsë. Duhej të dilte, të bënte një xhiro, të kthehej vërtet dhe të përballej me pasojat e asaj që kishte bërë. Por kryesisht duhej të kërkonte falje. Duhej të gjunjëzohej para asaj familjeje dhe të lutej për falje që kishte dyshuar, që kishte testuar, që kishte qenë kaq i vogël në madhështinë e tij financiare. Artani doli nga dera e shërbimit, mori këpucët që i kishte lënë të fshehura, i veshi me vështirësi sepse këmbët i ishin enjtur. Eci deri te makina që ishte në garazh, ndezi motorin vërtet këtë herë dhe doli në rrugë. Bëri një xhiro nëpër lagje, pastaj një tjetër, duke u përpjekur të fitonte kohë për të organizuar mendimet, për të gjetur fjalët e duhura, për të mbledhur guxim. Ndërsa ngiste pa drejtim nëpër rrugët e bllokut, mendoi për gjithçka që kishte dëshmuar. Bisedën e Jonës me fëmijët herën e parë që hapën frigoriferin. Mënyrën se si ajo shpjegoi për respektin dhe ndershmërinë, jo me kërcënime apo ndëshkime, por me dashuri dhe durim. Skenën e Mikelit vetëm në kuzhinë, duke luftuar kundër tundimit dhe duke fituar për shkak të një premtimi me gishtin e vogël. Vizatimin që ata bën, plot mirënjohje dhe pastërti. Çdo imazh ishte një gur në xhamin e arrogancës së tij. Çdo tingull që kishte dëgjuar i fshehur në atë qilar ishte një grusht në stomakun e sigurisë së tij se bota ishte një vend i keq plot me njerëz edhe më të këqij. Jona dhe binjakët nuk e dinin se po testoheshin, por e kaluan me sukses një provim që vetë provuesi dështoi në mënyrë të mjerueshme. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, a do të kishit guximin të ngrinit këtë test kaq mizor, apo do t'u kishit dhënë mundësinë këtyre njerëzve të tregonin se kush ishin vërtet që në fillim?
Na tregoni në komente. Artani më në fund e parkoi makinën përballë një parku të vogël në lagje. Qëndroi aty i ulur duke vëzhguar fëmijët që luanin, dadot që bisedonin në stola, qend që vraponin pas topave. Jetë normale, e thjesht, që ndodhte rreth tij ndërsa brenda tij ndodhte një tërmet emocional që po shkatëronte themelet e gjithçkaje që ai besonte. Ai mendoi për kompaninë e tij, për të gjithë punonjësit që kishte pasur gjatë viteve. Sa ishin të ndershëm si Jona, por ai kur nuk u kishte dhënë besim. Sa ishin të përkushtuar, por ai gjithmonë i shihte me dyshim. Sa mundësi për lidhje të vërteta njerëzore kishte humbur sepse ishte shumë i zënë duke ngritur teste, duke krijuar kurthe, duke konfirmuar dyshimet e tij më të këqija. Mendoi përsëri për Valbonën. A do të kishte qenë ndryshe nëse ai do t'i kishte dhënë asaj përfitimin e dyshimit? A kërkoi ajo afeksion diku tjetër sepse ai kur nuk i ofroi vërtet afeksion? Sigurisht që ajo kishte gabuar, tradhtia ishte e pambrojtshme, por po sikur ai të kishte qenë një burr i pranishëm, i besueshëm, i hapur? A do të ishte rezultati i njëjtë? Artani nuk kishte përgjigje. Kishte vetëm sigurinë se diçka brenda tij kishte ndryshuar atë mëngjes. Të shihte ata fëmijë që rezistonin tundimit për shkak të vlerave të mësuara nga nëna e tyre. Të shihte Jonën të zgjidhte të edukonte në vend që të lehtësonte, të zgjidhte të vështirën në vend të rehatshmes. Të shihte se familja nuk ka të bëjë me paratë, por me lidhjen, me praninë, me dashurinë e treguar në gjërat e vogla. Ai kontrolloi orën, 1:15 pasdite. Duhej të kthehej. Nuk mund ta shtynte më. Duhej të përballej me atë që kishte bërë, të merrte përgjegjësinë, të kërkonte falje. Të ndiste makinën dhe të kthehej në vil ishte një nga gjërat më të vështira që Artani kishte bërë ndonjëherë në jetë. Çdo metër që ngiste drejt asaj shtëpie ishte një metër drejt turpit të tij të ekspozuar. Kur hyri nga dera e përparme, duke bërë zhurmë për të lajmëruar ardhjen, u prit menjëherë nga binjakët. Ata vrapuan drejt tij me një gjallëri që Artani nuk e priste. Mikel dhe Lona e kapën secili nga një dorë, duke e tërhequr drejt kuzhinës. Zoti Artan. Zoti Artan. Kemi një surprizë për ju. Jona u shfaq në derën e sallonit duke fshirë duart në një leckë. Ajo dukej paksa e sikletosur. Më falni, zotëri. Fëmijët bën një vizatim dhe e ngjitën në frigorifer. Nëse dëshironi, unë e heq. Jo, lëre, u përgjigj Artani me zërin që i doli më i ngjirur se sa priste. Dua ta shoh. Binjakët e tërhoqën zvarr deri në kuzhinë, duke treguar me krenari veprën e artit të ngjitur në derën e frigoriferit. Artani ushtir si i habitur, ushtir si kur po e shite për herë të parë, ushtir si kur ato fjalë fëmijërore nuk sapo kishin rihapur plagën në gjoksin e tij. Sa bukur, tha ai, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e djemve. E bëtë këtë për mua? Po. Për t'ju falenderuar që na lat të rrim këtu, shpjegoi Lona. Dhe që ta dini se nuk prekëm asgjë, plotësoi Mikeli me seriozitet. Artani shikoi frigoriferin, pastaj binjakët, pastaj Jonën që ishte në derën e kuzhinës duke vëzhguar skenën. Dhe pastaj bëri diçka që i habiti të gjithë, përfshir veten. Hapi derën e frigoriferit. Gjithçka ishte e paprekur. Saktësisht siç e kishte lënë. Çdo çokollatë, çdo akullore, çdo biskot. Jona mbeti e hutuar, duke parë atë bollëk të pamundur që nuk ishte aty në mëngjes. Binjakët mbeten edhe një herë të mahnitur nga skena. Artani e mbylli frigoriferin dhe u kthye nga Jona. Ishte koha të rrëfehej. Ishte koha të hapte atë plag dhe të linte të dilte gjithë qelbi i turpit. Ishte koha të ishte i ndershëm për herë të parë pas shumë kohësh. Ishte koha të zbulonte nëse ende kishte mjaftueshëm njerëzillet brenda tij për të pranuar se ishte gabim, plotësisht gabim për gjithçka. Jona, duhet të flas me ty tani. Është e rëndësishme. Zëri i Artanit doli më i dridhur se sa kishte ndërmend. Jona e vuri re seriozitetin dhe u bë dukshëm e shqetësuar. Ajo mendoi menjëherë se kishte bërë diçka gabim, se sjellja e fëmijëve kishte qenë një gabim i pariparueshëm, se ishte gati të pushohej nga puna. Frika i apushtoi fytyrën. Po, zotëri. Çfarë ka ndodhur? A kam bërë diçka gabim? Binjakët, duke e ndjerë tensionin në ajër, heshtën. Mikeli kapi dorën e Lonës dhe të dy vëzhgonin të rriturit me atë intuitën që fëmijët kanë për momentet e rëndësishme. Nuk je ti që ke bërë diçka gabim.
Isha unë. Artani. Mori frym thellë. Ai kur nuk kishte qenë i mirë me fjalët në momente emocionale. Gjithmonë ishte më i mirë me numra, kontrata, negociata. Por aty nuk kishte si të shpëtonte. Ulu, të lutem. Edhe fëmijët gjithashtu. Duhet ta dëgjoni këtë. Jona u bind e hutuar duke u ulur në një nga karriget e tavolinës së kuzhinës. Binjakët u ngjitën në karrige të tjera, ende dorë për dore, sytë e vegjël të zgurdulluar të fiksuar te Artani. Ai qëndroi në këmbë, i paftë të ulej, duke ecur nga njëra anë në tjetrën si një i akuzuar para jurisë. Dhe pikërisht kjo ishte, një i akuzuar që duhej të rrëfente krimin e tij. Unë nuk kisha asnjë takim sot. Unë nuk dola. Do me thënë, dola po, por nuk shkova në zyrë. Shkova në supermarket. I bleva të gjitha këto këtu. Artani tregoi frigoriferin. Shpenzova mbi 20.000 lekë në ëmbëlsira, çokolata, akullore. Të gjitha me qëllim. Të gjitha të planifikuara. Jona rudhi ballin duke mos kuptuar se ku donte të dilte ai. Të planifikuara për çfarë, zotëri? Për t'ju testuar juve. Artani ndaloi se ecuri dhe e shikoi Jonën drejt për drejt. Për të testuar ty dhe fëmijët e tu. Për të parë nëse ishit vërtet të ndershëm apo ishte thjesht pamje e jashtme. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Jona u zbardh. Sytë e saj u zgurdulluan nga tronditja dhe, pak nga pak, kuptimi i situatës filloi të formohej në fytyrën e saj. Binjakët nuk e kuptonin plotësisht, por ndjenin se diçka shumë serioze po ndodhte. Ju më testuat mua? Zëri i Jonës doli i ulët, pothuajse një pëshpërim. Testuat fëmijët e mi? Më keq se kaq. Artani ndjeu lotët të ktheheshin, por këtë herë nuk u përpoq t'i mbante. U fsheha në qilar. Qëndrova aty më shumë se 2 orë, i fshehur, duke djersitur, duke pritur t'ju kapja duke marrë diçka. Doja të konfirmoja se askush nuk reziston kur mendon se është vetëm. Doja të provoja se të gjithë kanë një çmim. Jona u ngrit nga karrigia, ngadalë, sikur të ishte në trans, shpreha e saj ishte një përzierje dhimbjeje, zemërimi, zhgënjimi dhe diçkaje që Artani nuk arrinte ta deshifronte plotësisht. Ju na përdoret. Përdoret fëmijët e mi. Ngritet një kurth për të provuar se ne jemi çfarë? Hajdut? Kjo është. Jo. Do me thënë, po, e bëra këtë, por jo sepse mendoja se ju ishit hajdut. Mendoja se të gjithë janë. Se të gjithë vjedhin kur kanë mundësi. Se askush nuk është vërtet i ndershëm kur është vetëm. Dhe çfarë zbuluat? Zëri i Jonës tani kishte një ashpërsi që Artani nuk e kishte dëgjuar kur më parë. E morët konfirmimin që donit? Jo. Mora të kundërtën. Artani u gjunjëzua aty në dyshemen e ftohtë të kuzhinës, para Jonës dhe fëmijëve. Ju pash duke rezistuar. Të dëgjova duke u mësuar fëmijëve për respektin, për karakterin, për ndershmërinë. E pash Mikelin vetëm këtu, me dorën te frigoriferi, duke i bërë premtime vetes se nuk do të merrte asgjë. Ju pash duke bërë këtë vizatim të bukur, duke falënderuar për diçka që unë e bëra me qëllimet më të këqija. Dhe kuptova se testi kur nuk ishte për ju. Ishte për mua. Dhe unë dështova. Dështova në mënyrë të mjerueshme. Lotët tani rridhnin lirshëm në përfytyrën e Artanit. Binjakët kur nuk kishin parë një të rritur të qante në atë mënyrë, aq më pak një të rritur të pasur dhe të fuqishëm si Zoti Artan. Mikeli filloi të qante gjithashtu, pa e kuptuar plotësisht pse, vetëm sepse emocioni në ajër ishte shumë intensiv për t'u injoruar. Lona kapi më fort dorën e vëllait, edhe ajo me sytë e vegjël të përlotur. Jona qëndroi aty, e ndalur, duke parë atë burr të gjunjëzuar në kuzhinën e saj, në dyshemen që ajo vetë e kishte fërkuar më herët. Ajo kishte çdo të drejtë të ishte e tërbuar. Çdo të drejtë të merrte fëmijët dhe të largohej prej andej, të mos kthehej më kurrë, ta padiste për poshtërim. Por ndërsa shikonte Artanin, pa diçka që e njihte sepse e kishte ndjerë në lëkurën e saj, dhimbjen e atij që mbart plagë të vjetra, vetminë e atij që ka ndërtuar mure në vend të urave, dëshpërimin e atij që më në fund e kupton se ka humbur rrugën. Ajo mori frym thellë disa herë duke u përpjekur të kontrollonte emocionin e saj. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte më i butë, por ende i ngarkuar me dhimbje. Ju nuk jeni i pari që dyshoni tek unë, Zoti Artan.
Jam akuzuar për vjedhje, më kanë kontrolluar, më kanë poshtëruar. Për shkak se jam e varfër, sepse punoj në shtëpitë e të pasurve, sepse ekzistoj në një hapësirë që disa njerëz mendojnë se nuk është e imja. Por ju jeni i pari që keni guximin ta pranoni. Të gjunjëzoheni. Të qani. Dhe kjo ka rëndësi. Kjo bën diferencë. Artani ngriti syt, i pabesueshëm për mundësinë e faljes. Unë nuk e meritoj mirëkuptimin tuaj. Jo pas asaj që bëra. Askush nuk e meriton faljen. Ne e fitojmë kur e kërkojmë me zemër. Jona ul përsëri, tani më e qetë. Nëna ime gjithmonë thoshte, të gjithë gabojnë, por jo të gjithë kanë guximin ta pranojnë dhe të ndryshojnë. Ju gabuat rënd. Na poshtëruat pa e ditur ne. Por jeni këtu, në gjunjë, duke e pranuar. Ky është fillimi. Binjakët, pa e kuptuar plotësisht seriozitetin e situatës, por duke kuptuar se testi kishte qenë diçka e keqe, patën një reagim që i habiti të dy të rriturit. Lona zbriti nga karrigia dhe shkoi te Artani, ende i gjunjëzuar. I preku shpatullën me dorën e saj të vogël. Ju jeni si Darth Vader, tha ajo me seriozitetin e dikujt që ka bërë një zbulim të rëndësishëm. Artani e shikoi, i hutuar. Si kështu? Në film. Ai ishte i keq, por në fund kujton se kush është vërtet dhe bëhet i mirë. Mami tha se të gjithë mund të ndryshojnë nëse duan vërtet. Mikeli, i inkurajuar nga motra, zbriti gjithashtu nga karrigia. Është si në ato filmat vizatimor. Personazhi bën gjithmonë plane, por në fund ai mëson dhe bëhet mik me të gjithë. Artani nuk dinte nëse të qeshte apo të qante para atyre krahasimeve fëmijërore. Por kishte një mençuri të thjeshtë në ato fjalë, një pafajësi që shite mundësinë e shpengimit aty ku të rriturit cinik do të shihnin vetëm hipokrizi dhe manipulim. Ju jeni të mrekullueshëm, tha ai, duke parë binjakët. Nëna juaj ju ka mësuar gjëra që unë i mora 42 vjet për t'i mësuar. Ose më mirë, për t'i çmësuar dhe për t'i mësuar përsëri. Jona u ngrit dhe i zgjati dorën Artanit, duke e ndihmuar të ngrihej nga dy shemeja. Ishte një gest simbolik, një dorë e zgjatur për dikë që kishte rënë, fjalë për fjalë dhe metaforikisht. Do të lëndoheni i gjithë i gjunjëzuar në këtë dy sheme, tha ajo me një buzëqeshje të vogël që nuk ishte falje totale, por ishte një fillim. Artani u ngrit duke mbajtur dorën e saj, duke ndier në atë shtrëngim një forcë që shkonte shumë përtej asaj fizike. Ishte forca e dikujt që mbijeton çdo ditë me dinjitet pavarësisht të gjitha vështirësive. Ishte forca e dikujt që zgjedh të mësoj vlera fëmijëve edhe kur bota duket se shpërblen të kundërtën. Ishte forca e dikujt që fal edhe kur plaga është ende e freskët. Dua të bëj 3 gjëra, tha Artani, ende duke mbajtur dorën e Jonës. Së pari, do të rris rrogën tënde. Do ta dyfishoj. Dhe nuk është nga keqardhja apo faji, është sepse ti vlen kaq dhe gjithmonë ke vlejtur. Së dyti, do të krijoj një fond studimi për Mikelin dhe Lonën. Ata do të studiojnë në shkollat më të mira, do të kenë mundësitë më të mira. Do të mund të zgjedhin të ardhmen që duan. Jona hapi gojën për të protestuar, për të thënë se nuk donte bamirësi, por Artani ngriti dorën. Nuk është bamirësi. Është investim. Investim në njerëzit e duhur, me vlerat e duhura. Dhe së treti, dua t'ju kërkoj diçka ty dhe fëmijëve, diçka shumë më të rëndësishme se paratë. Çfarë? Pyeti Jona, e kujdesshme. Dua që ju të më mësoni. Të më mësoni të besoj përsëri. Të shoh mirësinë pa kërkuar qëllime të dyta. Të ndërtoj ura në vend të mureve. Të jem njeri i vërtetë. Heshtja që pasoi ishte ndryshe nga të mëparshme. Nuk ishte e parehatshme, ishte soditse. Jona shikoi fëmijët e saj, të cilët pohuan me kokë të entuziazmuar, sikur po miratonin një marrëveshje të madhe. Ajo shikoi përsëri Artanin dhe pa, për herë të parë, jo pronarin e pasur dhe të largët, por një burr të thyrë që përpiqej të rregullonte veten. Në rregull, tha ajo më në fund. Ne do të mësojmë. Por ju duhet të jeni i gatshëm të mësoni vërtet. Nuk është vetëm të flasësh, është të bësh. Çdo ditë. Edhe kur është e vështirë. Premtoj. Premtim me gishtin e vogël, tha Artani, duke zgjatur gishtin e vogël drejt binjakëve, të cilët qeshen me referencën ndaj premtimit të tyre. Ata ndërthuren gishtat e tyre të vegjël me të tijin, duke vulosur një pakt që ishte shumë më tepër se një gjest fëmijëror.
Ishte një angazhim për transformim të sinqert. Tani, tha Artani, duke u kthyer nga frigoriferi, kemi 20.000 lekë ëmbëlsira këtu që duhet të konsumohen. Dhe sapo kuptova diçka, çokolata e ruajtur nuk shërben për asgjë. Çokolata është për t'u ndarë. Ai hapi frigoriferin dhe filloi të nxirrte gjithçka. Vendosi mbi tavolinën e kuzhinës të gjitha ato kuti çokolatash, pllaka çokolate, kuti akulloreje, biskota të importuara. Tavolina u mbush duke u derdhur me ëmbëlsira. Mikel dhe Lona shikonin me atë shkëlqimin në sy që fëmijët kanë përballë të pamundurës që bëhet e mundur. Mundemi? Pyeti Mikeli, ende hezitues. Mundeni. Artani buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqert që nuk e kishte vizituar fytyrën e tij prej vitesh. Në fakt, më shumë se mundeni, duhet. Por do t'i ham së bashku. Sepse zbulova sot se gjërat më të mira në jetë nuk kanë lezet kur je vetëm. Ata u ulën në tavolinë të katërt. Jona mori pjata nga kuzhina dhe filloi të shpërndante. Binjakët zgjodhen ëmbëlsirat e tyre të para me një nderim pothuajse fetar, sikur po preknin relike të shenjta. Artani vëzhgonte çdo lëvizje, çdo shprehje mahnitjeje, çdo kafshat të kujdesshme të ndjekur nga thirrje kënaqësie. Kur Mikeli provoi çokoladën e parë me mbushje lajthje, sytë e tij u mbyllën në ekstaz të pastër. Mami, është sikur gjua ime të jetë në parajs. Lona provoi një biskot me gjallë dhe deklaroi, kjo është magji. Magji e vërtet. Jona hante ngadalë duke shijuar jo vetëm ëmbëlsirat, por momentin. Ishte hera e parë në 8 vjet që ajo ulej në një tavolinë të tillë, pa nxitim për të ikur, pa shqetësim për punën tjetër, pa peshën e vazhdueshme të mbijetesës mbi supe. Ajo shikoi Artanin dhe pa lot që rridhnin përsëri nëpër fytyrën e tij, por këtë herë nuk ishin lot turpi. Ishin lot të diçkaje që ai nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh, mirënjohje. Artani mori një pllak çokolate me qumësht, e theu në copa dhe ua shpërndau të gjithëve. Kur kafshoi copën e tij, kuptoi se nuk arrinte as të kujtonte kur kishte qenë hera e fundit që kishte ngrënë çokoladë të vërtet, me vëmendje, duke e shijuar. Gjithmonë hante i shpërqendruar, duke lexuar emaile në takime, duke vrapuar mes angazhimeve. Por aty, në atë tavolinë të improvizuar me ëmbëlsira me një familje që pak orë më parë ai kishte tentuar ta demaskonte, çokolata kishte shijen e një fillimi të ri. Binjakët qëndruan aty në vil deri në fund të pasdites. Artani anuloi të gjitha angazhimet e ditës, diçka që nuk e kishte bërë kur më parë. Pas gostisë së ëmbëlsirave, ai ul në dyshemen e sallonit me Mikelin dhe Lonën dhe, për herë të parë në dekada, vizatoi. Ishin vizatime të tmerrshme, e pranonte ai. Dinosaurët e tij dukeshin si pula të deformuara, shtëpitë e tij dukeshin si kuti të grumbulluara. Binjakët qeshnin pa keqdashje, duke ofruar këshilla, duke treguar mënyra më të mira për të mbajtur lapsin me ngjyra. Jona, e cila ishte kthyer në detyrat e pastrimit sepse nuk dinte si të përballej me gjithë atë situatë surreale, ndaloi dhe vëzhgoi skenën. Pa një biznesmen milioner të ulur në dyshemen e mermerit të importuar, me kravatën të liruar, gjunjët që përthyenin pëlhurën e pantallonave të shtrenjta, i përqendruar në ngjyrosjen e një dielli që fëmijët e kishin vizatuar. Pa fëmijët duke i mësuar me durim, duke lavdëruar çdo përpjekje, sado e dështuar të ishte. Dhe pa, për herë të parë që kur kishte filluar të punonte aty, atë vil gjigante të dukej si një shtëpi e vërtetë. Kur erdhi koha të largoheshin, Artani këmbënguli të paguante një makinë me aplikacion për t'i çuar deri në kombinat. Jona u përpoq të refuzonte, duke thënë se ishin mësuar me autobus, por ai ishte i prerë. Ju më dha të kaq shumë sot. Të paktën më lejoni ta bëj këtë. Ju lutem. Në rrugën drejt derës, Mikeli tërhoqi mëngën e xhaketës së Artanit. Zoti Artan, do të kthehemi nesër? Nëna jote kthehet. Ju ktheheni kur shkolla anulohet përsëri ose kur teto Klementina nuk mund të kujdeset për ju. Por, Artani u ul për të qenë në lartësinë e djalit, nëse doni, ndonjëherë mund të vini vetëm për vizitë. Për të vizatuar. Për të ngrënë çokoladë. Çfarë mendoni? Binjakët u pan me njëri tjetrin dhe pastaj pan nënën e tyre, duke kërkuar leje në heshtje. Jona pohoi me kokë, ende duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur atë ditë të pamundur. Duam. Than në një zë. Kur makina më në fund erdhi dhe ata u larguan, Artani qëndroi në derën.
Evilës duke tundur dorën derisa automjeti u zhduk në cep të rrugës. Pastaj hyri brenda dhe shikoi përreth. Shtëpia ishte po një lloj, me të njëjtat mobilje të shtrenjta, të njëjtat vepra arti, të njëjtin mermer të patëmerr. Por dukej krejtësisht ndryshe. Sikur më në fund ishte banuar vërtet, edhe pse vetëm për disa orë. Ai u kthye në kuzhinë dhe shikoi vizatimin ende të ngjitur në frigorifer. Frigoriferi me këmbë dhe krah, zemrat me ngjyra që notonin rreth tij, mesazhi fëmijëror i mirënjohjes dhe respektit. Artani e mori atë flet me kujdes, sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. E çoi në zyrë dhe kërkoi një kornizë të përshtatshme. Gjeti një të shtrenjtë, të artë, që e kishte bler për një certifikat çfarëdo çmimi biznesi. Hoqi certifikatën dhe vendosi vizatimin në vend të saj. E vari kornizën në murin kryesor të zyrës, pikërisht pas tavolinës së punës, ku do ta shite çdo ditë. Ai vizatim do të ishte certifikata e tij e re, arritja e tij e re, çmimi i tij i ri. Do të ishte kujtesa e përhershme se ai nuk mund të kthehej të ishte ai që ishte më parë. Se kishte bërë një premtim dhe premtimet, veçanërisht premtimet me gishtin e vogël, ishin të shenjta. Atë natë, Artani darkoi vetëm siç bënte gjithmonë, por heshtja e Vilës ishte ndryshe. Nuk ishte e zbrazët. Ishte plot me mundësi, me shpresë, me një shans të dytë që ai nuk mendonte se e meritonte, por që e kishte marrë gjithsesi. Para se të flinte, ai bëri diçka që nuk e bënte që fëmijë, u lut. Jo një kërkesë, por një falënderim. Falenderoi që ishte surprizuar, që ishte poshtëruar në mënyrën e duhur, që kishte gjetur njerëz që i mësuan më shumë në një ditë se sa kishte mësuar ai në dekada suksesi biznesi. Në ditët që pasuan, ndryshimet të vërteta filluan të ndodhnin. Artani vërtet e dyfishoi rrogën e Jonës dhe krijoi një fond studimi për binjakët në emër të tij. Por përtej kësaj, filloi të ndryshonte mënyrën se si trajtonte të gjithë rreth tij. Në zyrë, filloi t'i përshëndeste punonjësit e pastrimit me emër, t'i pyeste si ishin, të dëgjonte vërtet përgjigjet. Ndaloi se bëri teste dhe kurthe me njerëzit dhe filloi t'u jepte përfitimin e dyshimit. Nuk ishte një transformim i menjëhershëm dhe magjik. Kishte rikthime, momente kur dyshimi i vjetër kthehej, situata kur instinkti ishte të ngrinte përsëri muret. Por sa herë që ndodhte kjo, Artani shikonte vizatimin e kornizuar në zyrë. Shite atë frigorifer me këmbë dhe krah, shite zemrat me ngjyra, shite premtimin e fëmijëve që zgjodhen të drejtën edhe kur ishte e vështirë. Dhe mblidhte veten. Mikel dhe Lona u kthyen në Vil disa herë. Jo shumë, sepse Jona nuk donte të abuzonte, por mjaftueshëm që ajo shtëpi të fillonte të grumbullonte kujtime të qeshurash fëmijërore, vizatimesh të shpërndara nëpër sallon. Pasditesh kur Artani linte gjithçka për të ulur në dysheme dhe për të luajtur. Ai ishte i tmerrshëm në lojrat e fëmijëve, e pranonte. Por binjakët kishin durim të pafund dhe pak nga pak ai po mësonte. Frigoriferi kur më nuk e pati atë dekorim si reklam televizive. Artani mbante gjëra normale aty brenda, por gjithmonë kishte disa çokolata speciale të ruajtura në një kuti. Jo për të testuar askën. Për t'i ndarë kur njerëzit e duhur vizitonin. Marrëdhënia mes Artanit dhe Jonës ndryshoi gjithashtu. Nuk ishte më vetëm pronar dhe punonjëse. Ishte diçka më komplekse, më njerëzore. Ata bisedonin për jetën, për sfidat e rritjes së fëmijëve, për ëndrat dhe frikërat. Artani zbuloi se Jona kishte dëshirë të bënte një kurs teknik infermierie dhe ai ofroi ta paguante. Ajo pranoi pas shumë hezitimesh dhe filloi mësimet e mbrëmjes. Muajt kaluan dhe ajo e marrë e testit mizor dhe zbulimeve të thella, po bëhej një histori që ata e kujtonin ndonjëherë, me më pak dhimbje sa herë që përsëritej. U bë pothuajse një legjendë personale, dita kur gjithçka ndryshoi, dita kur një burr i pasur zbuloi se ishte i varfër në atë që vërtet kishte rëndësi, dhe një familje e thjesht tregoi se kishte thesare që asnjë para nuk mund t'i blinte. Artani kur nuk u kthye të ishte biznesmeni i ftohtë dhe llogaritës i mëparshëm. Vendimet e tij të biznesit vazhduan të ishin inteligjente, por fituan një komponent njerëzor që më parë nuk ekzistonte. Ai filloi të investonte në programe sociale, të jepte mundësi për njerëzit nga komunitetet në nevojë, të përdorte pasurinë e tij jo vetëm për të grumbulluar më shumë, por për të bërë një ndryshim real në jetën e të tjerëve. Dhe sa herë që ishte gati të merrte një vendim të rëndësishëm, qoftë në biznes apo në jetën personale, e gjente veten duke menduar, çfarë do të bënin Mikel dhe Lona? Çfarë do të thoshte Jona?
Si mund ta bëj këtë në një mënyrë që respekton njerëzit e përfshirë? Ishte një filtr i ri, ndryshe nga filtri cinik i mëparshëm. Dhe funksiononte më mirë. Vite më vonë, kur Mikel dhe Lona u diplomuan nga gjimnazi me bursa të plota në shkolla private cilësore, fal fondit që Artani krijoi dhe mbajti, ata bën çmos taftonin atë në ceremoninë e diplomimit. I ulur në audiencë, pranë Jonës që tani ishte infermiere e diplomuar që punonte në një spital privat, Artani shikoi ata dy fëmijë që kishte tentuar t'i demoralizonte të bëheshin të rinj të admirueshëm, plot potencial dhe vlera të forta. Në fjalimin e diplomimit, Mikeli përmendi mësuesit, nënën, dhe pastaj bëri një pauzë. Shikoi drejt për drejt Artanin në audiencë dhe tha, dhe dua të falenderoj gjithashtu xhaxhi Artanin, i cili na mësoi se kur nuk është vonë për të ndryshuar, për të mësuar, për të qenë më i mirë. Ai një ditë na bëri një test pa e ditur ne, dhe përfundoi duke qenë ai që kaloi testin më të rëndësishëm, testin për t'u bërë një njeri i vërtetë. Artani qau aty, në mes të audiencës, pa u shqetësuar se kush po e shite. Ishin lot krenarie, mirënjohjeje, realizimi të një lloji që çmimet e tij të biznesit kur nuk ja kishin ofruar. Ai i kishte ndihmuar ata fëmijë financiarisht, po. Por ata e kishin shpëtuar atë emocionalisht, shpirtërisht, njerëzisht. Dhe ky ishte një lloj borxhi që ai kur nuk mund, dhe kur nuk do të donte, ta paguante plotësisht. Vila në blok vazhdoi të ishte shtëpia e Artanit. Por nuk ishte më një fortesë e vetmuar. Ishte një shtëpi që priste vizita, që kishte të qeshura që kumbonin nëpër korridore, që kishte histori që ndërtoheshin mes atyre mureve prej mermeri. Vizatimi i frigoriferit me këmbë vazhdoi i kornizuar në zyrë, pak i zbehur me kalimin e kohës, por më i vlefshëm se çdo vepër arti e shtrenjtë që dekoronte shtëpinë. Dhe sa herë që Artani shikonte atë vizatim, kujtohej se testi i vërtetë i jetës nuk është ai që bëjmë me të tjerët në fshehtësi, të fshehur në qilare, duke ngritur kurthe mizore. Testi i vërtet është ai që përballemi brenda vetes çdo ditë, kur duhet të zgjedhim mes të drejtës dhe të lehtës, mes dyshimit dhe besimit, mes mureve dhe urave. Dhe fal një nëne punëtore dhe dy binjakëve 6 vjeçar, Artani më në fund mësoi ta kalonte këtë test. Jo në mënyrë të përsosur, jo gjithmonë, por me ndershmëri. Dhe në fund, kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Jonës, Mikelit dhe Lonës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim transformimi dhe shpengimi, klikoni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka prekur më shumë në këtë histori. A keni kaluar ndonjëherë një situatë ku ju është dashur të zgjidhni mes të drejtës dhe të lehtës? Si e keni përballuar? Ndajeni me ne. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi vlerat dhe zgjedhjet tona. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër rrëfim që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë ta shihni botën në një mënyrë tjetër.